Na këna bon këtë organizim me në shtret plonën, me Hasan Morinin, që me vedisu këtë popull, me ja këfjell pak trunin shtetit, që ka haru 100% të kalunën, tash i kemi mbi 18.000 euro në qizime, mbi 2 milion fotografi, po çdo herë gjej diçka, ose më thirr dikush më ofron një material të luftës, foto apo video. Tolerancija është shumë e madhe, po interesimi është shumë i vogël. Domethënë, të paktën u dosht me ardhe familjarët e këtyre fëmijëve që janë ndronë. Domethënë, kësaj thirrjes nuk i ka përgjigj as 2% e këtyre fëmijëve që janë ndronë, më familjarët. Nuk janë vetë pjesëmarrësve. Sikur të ishin ardhe më familjarët e këtyre fëmijëve ndronë gjatë luftës, kjo sot besoj që s'kish pas edhe vend për të gjithë. Pse po mendon që për hjet si kritik apo shqetësim apo Përbuzi është e gjakët që derë për liri. Dhe na këna bon këtë organizim me në shtret plonën, me Hasan Morinin, që me vedisu këtë popull, me ja këfjell pak trunin shtetit, që ka haru 100% të kalunën, edhe mu fokusu ma shumë ka e kalunja, që mos mu përsërit një ditë aja tragedi që la ka ndodhë 98-99. Që ata njerëz që kanë lind para lufte, me kujtu të kalunën më shumë, edhe me bo gabime më pak, nëse kujton të kalunën, kujna ka ku jem sot. E këta që kanë lind pas përfundimit të luftës, ty në pak zërë me imponu të kalurën të në dëmshme, e këna përjetu ne si popull, sepse nëse nuk e përjetën të kalunën, o probleme edhe tani edhe me kujtu. Na këna fillu në kërësitin më të modë në Kosovë, në Prishtinë, mendojnë antarë me vazhdu në gjitha qytetet e Kosovës. Edhe të shumë, dhe për momentin nuk kemi kurfar përkrahje as nga shteti, po shpresojmë që të vedisohet shteti dhe na përkrah pak a shumë që mos zgjeru në gjithë territorin e Kosovës, me mbojt ekspozita në çdo qytet. Na vazhdon në mënyrë vullnetare, edhe çdo herë mendojmë na se nuk ekziston më asnjë material luftës, mendojnë që këna mbledh gjitha. Tash i kemi mbi 18.000 euro në qizime, mbi 2 milion fotografi, po çdo herë gjej diçka, ose më thirr dikush më ofron një material të luftës, foto apo video, edhe kjo më motivon mu me punu ende që çdo herë tham di pas ka ende material të luftës, edhe me punu në mënyrë vullnetare. Mesazhi jam që me kujtu sa më shumë të kaluarën, për me bo gabime njëri si individ bën gabime më pak, sepse e kujton ku ka të kalunën e ku jemi sot që s'na mungon dhe më asgjë, po s'mundesh me gjetë një shqiptar që jeton në Kosovë që është i kënaqur sot. Më mërmanja mu që u shkel gjoke edhe nuk peshu të ardhmen tonë që do të me ka në liri.